Përshëndetje të nderuar miqtë e mi. Ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin në Monitor TV, për të komentuar bashkarisht dhe për të ndarë lajmet më të fundit. Tani në këtë minutazh dua të flas për Heidi Bacin. Heidi Baci, një personazh që në fakt publiku është shumë kurioz për të. Së fundmi kanë ngritur pikë pyetje nga lëvizjet që kanë ndodhur nëpër Instagrame. Tani kur publiku dëshiron të kupton diçka, menjëherë të vetmen derë që e ka të hapur, e ka vetëm Instagramin. Do me thënë bën një lloj klikimi apo një lloj shikimi në Instagram që realisht kthehet në klikim për personazhin, për të arritur të kupton se çfarë po ndodh me këto lëvizje. Së fundmi, Matteo Bori ka postuar, Romeo Veshaj ka postuar në storin e tij, në feedin e tij, ka postuar fotografi, story të ndryshme. Do me thënë Romeoja. Nga ana tjetër, Heidi Baci po ashtu ka postuar shumë gjëra. Por nga ana tjetër, doli edhe një lajm që Bora Zemani është larguar nga televizioni Top Channel. Do me thënë është ndërtuar ky trekëndshi i famshëm që dikur ka qenë një trekëndësh i shumë përfolur. Pikërisht do me thënë 2 vite më herët ka qenë një trekëndësh i shumë përfolur. Por çfarë po ndodh konkretisht? Do me thënë mbajmë mend unë para 2 viteve ka patur ca thashë theme që me gjasme, do me thënë sebepi për ta shkatruar marrëdhënien, lidhjen, historikun e tyre ishte Bora. Bora nuk e pranonte dot marrëdhënien, Bora nuk e pranonte dot dashurinë. Do të thënë ka patur kështu raste, kështu lajme të ndryshme, por gjithsesi do të thënë kanë qenë të bazuara në lajme dhe jo në fakte të vërteta. Tani unë mendoj që Heidi Baci është duke bërë lëvizje, po nxjerrën fotografi nga pushimet thjesht për qefin e saj dhe për t'i treguar publiku që unë po argëtohem. Nuk e besoj, me thënë të drejtën, nuk e besoj në asnjë mënyrë që Heidi Baci vazhdon të ruaj komunikim me Romeo. Nuk do të thotë në qoftë se Heidi ulet gjatë natës edhe shkruan një poezi, shkruan një prozë, shkruan disa fjalë të shpirtit dhe ajo ka komunikim me Romeo. Ndonjëherë gjërat në jetë që ne i shkruajmë, gjërat në jetë që neve i komentojmë në një farë mënyre, janë gjëra që ne ndoshta i ndjejmë në zemër, por nuk i kemi në realitet. Dhe unë te Heidi e shoh këtë gjë. Nuk them që është liruar nga dashuria, sepse kur e do një njeri ti e do atë, pa marrë parasysh sa kohë të kalon, dashuria nuk harrohet, njeriu nuk harrohet, por mendoj që Heidi Baci është në një lëvizje në jetën e saj për vete. Do të thënë nuk ka një mes Romeos dhe Heidit. Kjo është analiza ime. Nga ana tjetër, lëvizja e Bora Zemanit është një lëvizje shumë e zgjuar. Tani, derisa bashkëshorti i saj ka hapur një televizion dhe kunati i saj po menaxhon një televizion, sa e logjikshme do të ishte që Heidi Baci të vazhdonte të ushtroj detyrën pikërisht në televizionin Top Channel. Do me thënë mua më duket shumë përzgjedhje e zgjuar, më duket shumë përzgjedhje ideale dhe mendoj që do t'jetë fantastike edhe për ato të cilët do të kenë qasje në X Media, në Media X për ta parë Bora Zemanin. Bora gjithmonë ka treguar që është kraj i fortë i Romeos dhe Donaldit dhe mendoj edhe me këtë lëvizje do ta vulos që është një kraj i fortë. Do me thënë kemi një dyshe që gjithmonë kanë qenë të komentuar, por unë mendoj që Romeo dhe Heidi në këtë rast nuk kanë asnjë lloj marrëdhënie.